Arti i tregimeve në Kuran. Një nga metodat e tjera për ta tërhequr më shumë lexuesin dhe për të ndikuar tek ai është shprehja e subjektit në formën e tregimeve dhe historive, të cilat i vëmre shpesh në mësimet e profetëve, librat qiellor dhe mësimet fetare. Tregimet e vërteta, të cilat janë të përmendura në Kuranin fisnik, janë copëza të ngjarjeve reale të ndodhura kohë më parë. E thënë ndryshe, tregimet e pasqyruara në Kuran janë ndryshe nga tregimet e krijuara nga mendja dhe dora e njeriut. Ato janë tregime të cilat flasin për ngjarje që kanë ndodhur, ku asnjë element në të nuk është imagjinar. Në këto tregime, ngjarja, personazhet, dialogjet dhe çdo element tjetër është real. Këto tregime janë shumë herë më lart dhe plotësisht të besueshme në krahasim me tregimet historike apo ato që ka krijuar mendja e njeriut. Gjithashtu, edhe tregimet historike vetëm një pjesë të ngjarjes tregojnë e nuk e japin atë të plot. Po kështu, në këto tregime shtohen edhe elementë të tjerë të shpikur nga mendja e njeriut. Këto gjëra bëhen për shkak të qëllimeve artistike që ka shkrimtari, i cili gjithashtu në këto tregime shpreh idetë dhe mendimet e veta. Shtimi i elementëve fantastik dhe imagjinar në një tregim i humbet karakteristikat e një ngjarje reale tregimit dhe nga ana tjetër, mos ekzistenca e elementëve artistik dhe imagjinar nuk e bën më veprën që të jetë një vepër artistike. Tregimet në Kuranin fisnik nganjëherë përbëjnë një sure të tërë, edhe në raste të tjera ato përbëjnë e vetëm një pjesë të sures. Duke patur parasysh këtë, në disa sure gjendet vetëm një tregim, në disa sure të tjera mund të gjesh më shumë se një tregim. Këto tregime jepen në bazë të qëllimit që ka subjekti i sures. Tregimet kuranore, në bazë të kritereve dhe shprehjeve njerëzore, mund t'i ndash në romane, siç është shembulli i sures Jusuf, dhe disa tregime të tjera, si tregimet e Hazreti Musait, paqja qoftë mbi të, që mund t'i ndash në tregime të shkurtra. Ashtu si edhe në tregimet e tjera të shkurtra, Kurani i jep shumë qartë tregimet e veta, madje edhe dialogjet që kanë ndodhur realisht në tregim, siç është fjala që Hazreti Musa, paqja qoftë mbi të, i drejton faraonit dhe fjala e faraonit që i drejtohet Hazreti Musait, paqja qoftë mbi të. Në përkufizimet njerëzore, tregimet në të cilat flitet gjëre gjatë për jetën e personazhit kryesor quhen romane. Për shembull, në Kuran në suren Shuara flitet për jetën e gjatë të Hazreti Musait, paqja qoftë mbi të, ku tregohet një pjesë shumë e madhe nga jeta e këtij profeti. Për shembull, aty flitet për detin e ndarë në mes, për shpëtimin prej detit, lirimin e tij dhe futjen në qytet, vrasjen e një personi që po zihej me dikë, ikjen nga qyteti, për ndihmën ndaj dy vajzave, martesën e tij me njërin prej tyre, shpalljen e zbulesës, ikjen e tij drejt faraonit e të tjerë. Ndërsa, në tregimet e shkurtra, tregohet një ngjarje e caktuar ose një situatë e veçantë nga jeta e personazhit kryesor të tregimit. Ndër privilegjet e tjera që gëzojnë tregimet kuranore në krahasim me tregimet e njeriut, është kjo që tregimet kuranore kanë një strukturë të veçantë ndërtimi, ku të gjitha hollësitë e tregimit dhe pjesët e tij, si fillimi, mesi dhe fundi i tregimit, kanë një lidhje të gjallë me njëra tjetrën. Kështu, çdo pjesë e tregimit është plotësim dhe ndryshim nga pjesa e mëparshme, edhe të gjithë pjesët e tregimit kanë një bosh të vetëm mendimi. Në tregimet kuranore, vihet re elementi i befasisë, duke bërë që te ndonjë ngjarje të dalë një gjendje tjetër, e cila nuk mund të parashikohet. Gjithashtu, këto tregime i përfshin dhe misteri, i cili do të zbulohet vetëm pas kalimit të një farë kohe, si dhe inkurajimi, domethënë tërheqja që i bën tregimi lexuesit drejt asaj çfarë do të ndodhë. Për shembull, lidhur me elementin e befasisë, mund të përmendim historinë e Hazreti Ibrahimit, paqja qoftë mbi të, e cila është dhënë në suren Enbiya, në kohën kur flitet për thyerjen e idhujve dhe ruajtjen e idhullit të madh. Këtu mund të vëmë re shembullin më të mirë të elementit befasi në një tregim, ndërsa elementi i ngurimit dhe mëdyshjes e vihet re më së miri në tregimin e shokëve të shpellës, numri i të cilëve akoma nuk është bërë i qartë.